Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete, për të ndarë ditën e sotme rrëfimin e radhës. Sot do të flasim për një rrëfim shumë të dhimbshëm. Në linjën telefonike do të kyçet një djalë i cili është prej Durrësi, që do të fletë dhe do të tregoj vështirësitë që ka kaluar në jetë. Pas vdekjes së babait të tij, një tragjedi edhe më e madhe ka ndodhur në këtë familje, ku fatkeqësisht xhaxhai ka bërë një krim të jashtëzakonshëm, pasi që djali, domethënë, nuk ka patur asnjë trashëgimi nga babai i tij, të gjitha kanë qenë në emër të xhaxhait. Xhaxhai, nëpërmjet një advokates në Shqipëri, e ka hequr djalin nga pronësia dhe ua ka dhënë të gjitha pasuritë fëmijëve të vet. Është një rrëfim në fakt që mua më ka emocionuar dhe më ka prekur jashtëzakonisht shumë. Besoj që do t'ju emocionoj dhe do t'ju prek të gjithë juve. Tani unë do të kyç në linjë djalin në fjalë, i cili do të ndajë rrëfimin me të gjithë shqiptarët dhe do të tregoj vështirësitë që po kalon, por edhe një mesazh drejtuar xhaxhait të tij. Ai dëshiron që të mbetet anonim, sepse akoma nuk e ka bindur veten dhe i vjen zorë në fakt që ta paraqet këtë rast edhe tek Eni Çobani, por do të dëgjojmë një rrëfimin e djalit dhe ndoshta komentet e juaja do t'japin forcën që ai të bën hapa edhe të më tutjeshme. Besoj që e kemi linjën gati. Okej. Përshëndetje, dëgjohemi. Përshëndetje Tiron. Faleminderit shumë që e ndave historinë tënde, rrëfimin tënd me mua, por faleminderit që do ta ndash edhe me të gjithë shqiptarët. Unë uroj me zemër që të marrësh atë përgjigjen që ti don. Mund të dëgjojmë. Tiron, unë kam mbetur jetim që në moshën 11 vjeç. Babai i fillimisht u ndan nga jeta me aksident automobilistik dhe pas babait, pas asaj tragjedie të madhe, sepse ishte shumë i ri, i madh, pas 2 vitesh të plota, ndroi jetën nëna ime. Prindërit e mi ishin shumë të ri, mua më kanë bërë pas 6 vitesh martesë dhe ishin të lumtur në jetë me mua. Sipas mamit që më ka treguar, kanë tentuar 2 herë që të bëjnë fëmijë, nuk ka pat mundësi. Mami nuk ka mbetur dot shtatzën dhe E kuptoj plotësisht. Nuk është realizuar kjo ëndër. Kanë qenë të lumtur me mua, kanë qenë të gëzuar, por ditën që vdiq babi, mbaj mend shumë mirë, ka qenë një dram për ne në familje, dhe xhaxhai sikur na vendosi dorë mua dhe mamit, filloi të na mbështet. Por pas 2 vitesh, nga e keqja e madhe, sepse mami ka patur një dashuri të jashtëzakonshme për babin, ajo u sëmur nga stresi. Do me thënë juve thoni që xhaxhai juaj nuk ju ka dashur asnjëherë, do me thënë nuk ju ka konsideruar asnjëherë si njeriun më të afërt. Për atë e thash edhe menduam. E kuptoj. Sepse ne menduam që i kemi një njeri që do të na respektonte si babi, na trajtonte si familjen e tij, por siç duket në jetë gjërat ndryshokan, interesi shtohet. Edhe unë jetoja te xhaxhai, por nuk më ka konsideruar si djalin e tij. Dhe kur vajta unë 18 vjeç, që do mbaroja shkollën e mesme, ika në Tiranë dhe për studime, fillova të punoj, jetoj me qira dhe sot, dhe kisha shpresën që ndoshta në jetë ardhme të shpejt, xhaxhi do të më jepte pak pasuri, që unë të bleja një banesën time, edhe me thënë drejtën të kisha diçka nga babi. Por çuditërisht xhaxhi nuk e bëri këtë gjë. Ai mua më hoqi. Po më falë, do ta bëj edhe një pyetje. Nga institucionet e cilat ju keni qenë dhe keni paraqitur këtë si një krim brenda familjes, çfarë përgjigje keni marrur në këtë rast? Cilat janë përgjigjet e juaja? Asgjë. Institucionet më thonë që xhaxhai nuk të ka 2 fëmijë, ju ka dhënë fëmijëve të vet
pasurinë dhe nuk ka asnjë gjë të keqe këtu sepse thonë që ai e ka pas pasurinë në emrin e tij. Dhe kjo është e vërtetë. Xhaxhai ka patur pasurinë në emër të vet, nga që babi i ka besuar si vëllau. Por Xhaxhai e tregoi këtë anën e tij që unë nuk e prisja që do ta tregonte. Nuk kam asnjë lloj dokumenti për t'ia kërkuar pasurinë. Pasuria jon ka qenë e bërë me muhabet. Babi ka bler ato prona, ato vende, edhe kanë qenë dy vëllezër bashkë duke punuar. Me vdekjen e babit, gjërat në jetën tonë ndryshuan dhe morën një rrugtim krejtësisht ndryshe, një rrugtim që në të vërtetë jemi duke e vuajtur edhe sot ne si familje. A më vjen keq? Po, më vjen shumë keq, sepse nuk kam asnjë gjë prej babit, por nuk ma merr mendja që Xhaxhi do të ndroni mendje edhe do të ma fal mua të paktën një pjesë të pasurisë që edhe unë të kem mundësinë ta blej hyrjen time. Mos ri kot tani unë me qera, edhe pse më dhimbset shumë. Më dhimbset jeta mua në përgjithësi edhe Xhaxhi më dhimbset. Pa marrë parasysh unë të them që ai është njeri i mirë, se babi ka qenë jashtëzakonshëm. Nuk mund të jetë njeri i keq, por presioni familjar që ka, urrejtja që kemi, kanë ato në fakt, kundër drejt meje, e ka bërë punën që të sillet në këtë formë, edhe mua mos më konsideron si fëmijën e tij, si nipin e tij. Do të thënë të më shikon krejt me një sy tjetër, me një sy që më dhimbset kur e shoh veten time. A dua që ai të reflekton? Po dua të reflekton sepse E kuptova. unë e Mua në meritoj fakt më vjen amanetin shumë tim. keq për këtë që ndëgjova dhe uroj me zemër që Xhaxhai jot të vedisohet edhe ta kuptoj që pasuria as nuk të ngre, por as nuk të ve. Do me thënë pasuria është thjesht një mjet i cili realisht nuk na bën të lumtur, por edhe nuk na bashkon me familjen. Unë uroj që nga kjo histori të kuptohet më e mira, të merret më e mira e kësaj ane dhe Xhaxhai jot të reflekton. Unë të përshëndes dhe do të dëgjohemi përsëri herëve të tjera nëse dëshiron. Patjetër më E kënaqësi. pra të dashur miqtë e mi, e dëgjuat, bëhet fjalë për një histori shumë të dhimbshme, për një tragjedi në fakt. Unë uroj me zemër që para se të luftojmë për të marrë një pronë, para se të luftojmë për të marrë një pasuri, ne të luftojmë për të qenë njerëz. Do me thënë ajo që ne e kemi humbur në ditët ku ne jetojmë është të qenurit njeri. Dhe këto histori të këtilla thjesht duhet të na mësojnë dhe thjesht duhet të na tregojnë se si njeriu duhet të jetë njeri dhe jo të ketë sjellje të këtilla që në fakt janë të neveritshme.